Mirëmbrëma gjithë. Sot do doja të bëja disa krahasime të asaj kohe me këtë kohën e sotme. Unë nuk e di që sekreti kanë pas baballarët tanë, marrëdhënie në çift me nëna tona që kanë qenë kaq të mira, sepse merreshin vesh me sy me njëri tjetrin. Sot po të zihesh me gruan, të duhet i javë me u pajtu i herë. Pastaj për t'ju afruar krevata si bëhet llaf. E fillo gjithmonë këtu zgjat komës. Afrohesh. Mas gjysore ka veten që akoma ke gjysma krevatit. Se janë këto dy shekët e mdoj, këto latex. Marrin formën e trupit duke sikur po kalo pengesa. Afrohesh ke gruaja, momentin që afrohesh, ajo ka bë komën të gëshet. Edhe po fle këtu gjoja kështu si mumi e Egjiptit këtu. Biles edhe të fletë si e tillë, mos u afro, më dhëm koka. Në atë kohë, ato krevatet kanë qenë 1,50 m, me ato sustat që bëheshin bark, ato dyshekte pambukut, që burri i qik po të lëviste fap, op, vite gruaja sipër. Edhe i thoshe gruas, gruaja pas ke me të keqe sot, edhe pajtoheshe. Edhe pajtoheshe kollaj. Në atë kohë, për shembull, familjet kanë qenë më të mëdha, gruaja rrite me vjerrin, kunati, komshiet që vinin për të pi kafe, dhe burri kishte mundësi të dilte mbas ditës pite ndaj kafe. Sot as si bëhet llaf. Sepse vjen edhe gruaja me ty, me shokët, bashkë me gratë e shokëve, për të pi kafe. Në atë kohë, për shembull, burri, po të fliste gruaja shumë, në tavolinë, e shifte i në sy, e bëte, pushote gruaja, direkt. Sot të sfidon. Të sfidon e të turpron sy të shokëve, thot, e me, ky burim, pra si gjosë është, pra si gjonë është. As nuk ti mo. As nuk ti mo. Qa ke që shep, pse shep, pse shep, s'm ke pa nej, pse shep, qa ke. Ti thu, jo, këtë variant s'kam pa asjerë. Ja, pra, shive, ja, shoku jote, kë shive sa i një mo grunë. Edhe robat janë nërja, kjo burë. Po mi me grutë, qatë. Në atë kohë, për shembull, burri, kur dilte me bo pazar, jalla të blete në i shishe birë ose në i bukë. Ose dhe kur bon të pazar, shkote vetëm. Sot pazari bëhet dysh. Të dy. Burrat në atë kohë, për shembull, e kishin për turp të shtynin karrocën e çunit, se mund t'i shifte në i shok. Kurse sot je ti që e shtyn karrocën e çunit, edhe karrocën e supermarketit. E kanë me qef gratë, kur i shohin burrat. Dhe ajo që merr gjona dhe i fut gjithë kohës. I përshëndetesh me njërin. Me dash me morë në i gjo për shumë në fillim tregut, e thot, jo, lej, se jam më të mira ne, i shofi. Po i soja me gjithë tregun. Kur ke arrit në fund tregut, thot, ore, po që ishim më të mira ato mollët atje. E kap veten tate që e ngarku me qese nga të dyja kraca, jo blendet i jep ty në dorë. Dhe vetëm ecën. Se për këtë dun gratë që të vish në pazar. Po nuk është problem për ty, sepse ti do të pajtohesh. Edhe po kapet e komshiun që të banik, që të thot, me qese, Po ti do të pajtohesh me gruan, sepse ky është. Këtë do. Në atë kohë për shembull, edhe po të ziheshe me gruan, po të shifte gruaja që vishe me trastat plot, se me ka qenë trajsa atëherë, jo qese. Ajo mblidhte si kasile shoqet, pishin kafe, edhe sa ju e nderdhe, qyqa, mu lodh burri migra, shive që qa burri kom. Dhe e merte me të mira burrin. Kurse sot, jo vetëm që nuk të falenderon, po fillon të kujton atë që ti nuk e ke boj javë për para, dhe fillon dhe plas sherri. Në atë kohë për shembull, po të boje sherr, gruaja shumë mund thoshte, do të qisë Petrufeka e frontit demokratik. Kurse sot, se që ka një mënyrë këto gratë e sotme, se flasin kështu me breshëri, dhe ty që të merë të frymë aty, të merë frymë, vazhdojnë. Dhe ti e shef që është transformua, ajo mumja e Egjiptit është rizgjuar, dhe në ty do bjen 7 mallkimet e Egjiptit tani. Ajo nuk pushon. Truri mashkullit është shumë i thjeshtë, sepse ka vetëm 2 neurone. Njëri që ka mendime
mira dhe tjetër që ka mendime të këqija. Truri femrës ka 700 eurone që përplasen me njëri tjetrin. Dhe prandaj femrave, kur ne duam të bëjmë dashuri, ju dhem koka se nga që s'kan semafor në tru dhe përplasen ato neuronet. Ajo vazhdon akoma se kam dhe këtë mënyrën sot që kur flasin e bëjnë. Vazhdon, ti ke aktivizuar neuronin tënd pozitiv, e ke përzën atë negativin, dhe neuroni pozitiv është duke ja bë këtu ti vetëm rri dhe dëgjon. Në një moment ajo pushon. E ti thu funksionoj. Por ajo thot prap. Ha pra, fol në gjo, ha, thuj, ha, më thuj, mos rriesh, ha. Dhe ti o burr, thua të shprehen që nuk do t'a thush kurr. Ke të drejtë shpirt. Ajo që thot, kam drejt? Si kam drejt? Kam drejt unë, po tallesh me mua ti? Po tallesh ti? Edhe vazhdojnë prap me dhe ti e ndin atë neuroni negativ që afrohet e shikon atë e thot çtu desh martesa o idiot ço ik ajo vazhdon akoma vazhdon duke fol ço më rik ose kap edhe lidhe gonxhe ose futja dorën mrena dhe nxjerr për smrapçi o kthej për smrapçi kohën kur ajo ishte kaq e bukur dhe kaq e dashur ose ço më thot ai neuroni ço me atë motorin që ajo s'ta la kurrë që ta blije ço dhe ik. Ajo sikur ti lexon mendimet se ka 700 neurone, thot, ha, do ikësh, do dalësh jashtë tash, do ikësh ti, do ikësh. Çohesh. Çohesh sepse nuk ja del dot dhe futesh në banjë duke përplas derën e banjës, dau, fort, por ajo edhe aty nuk të ndahet. Se thot, mos e përplas derën, ke filluar të bëhesh dhe i dhunshëm, pale. Më në fund, në banjo vetëm, qatë ngell tjetër, burri martum, ja plas qajt, o none ime ku jena. O none du të kthejmë atyre ku ishte ka që bukur, ka që thjesht. Dua mami, dua mami, dua mami.